Me rastin e 20 vjetorit të krijimit të televizionit Apollon, ju dërgoj juve, Artur, si president i televizionit, urimet më të mira, por edhe stafit dhe bashkëpunëtorëve dhe shikuesve. 20 vjet transmetim të përditshëm, 24 orë pa ndërprerje, me qindra e mira kronika, emisione speciale, është një rrugëtim jashtëzakonisht i suksesshëm. Në këto 2 dekada punë intensive, Apolloni ka kaluar përmes një rrugë jo të shtruar, por plot vështirësi që rridhnin për shkak të rrëmujave dhe pasigurisë që ka kaluar ky vend, por edhe për shkak të pengesave burokratike shtetërore që ju i keni kapërcyer me vendosmëri, me përpjekje, duke ruajtur gjakftotësinë dhe duke mos e ndryshuar qasjen etike për një televizion të pavarur, të paanshëm dhe të gjithë shikuesve. Shpreh jo vetëm konsideratën time, se Apolloni ka qenë dhe është televizioni numër 1 në trevën e Mizekjes, që u është gjendur pranë shqetësimeve dhe halleve të publikut, duke u bërë pjesë e zgjidhjes së problemeve në tërë hapësirën që mbulon, prandaj gëzon sot një respekt të madh dhe ka një shikueshmëri të admirueshme në rritje, emisione live për të gjitha moshat, i gjendur në platforma dhe rrjetet sociale, ndërkohë që shumë televizione lokale dhe qendrore janë hapur e janë mbyllur pa e gjetur akoma identitetin e tyre. Njëherë shumë duhet të them se televizioni Apollon në këta 20 vjet ka qenë një media shkollë e përgatitjes së gazetarëve të rinj që sot debutojnë me sukses në mediat lokale dhe qendrore. Në mbyllje, shpreh konsideratën time më të lartë për baban tuaj, themeluesin e studios Rustemi dhe të televizionit Apollon në qendër të Firit, që tregon se ai ka qenë një menaxher i shkëlqyer, popullor e vizionar, dhe tani është merita juaj që e keni ngritur në një stad të ri televizionin bashkë me stafin dhe përkushtimin e familjes dhe të vajzës suaj. Uroj edhe njëherë, gëzuar 20 vjetorin e krijimit dhe Apolloni qoftë i pandalur në rrugën e tij të transmetimit.